Kiara Titu ndalë emisionin live, shtatzën për herë të dytë, emri i fëmijët Kai. Kiara Titu, bukuroshja e ekranit dhe një nga emrat më të përfolur të showbizit shqiptar, vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes. Këtë herë për një pyetje që fancat duket se nuk u lodhen kur së bëri. Ai e shtatzën. E qartë dhe pas shumë fjalë, Kiara vendosi t'i jap fund aludimeve, duke e mohuar kategorikisht. Jo, ishte përgjigjja e saj e prerë përmes një Insta story kur reagoi ndaj një ndjekësi kurioz. Në të njëjtin sesion pyetjesh në Instagram, ajo rrëfeu se Kai është një emër që i pëlqen shumë për një tjetër fëmijë. Gjeneta Fetao në qendër të vëmendjes, akuzohet për kopim të stilit të Sara Kolamit. Në botën gjithmonë dinamike të rrjeteve sociale dhe modës, ngjashmëritë nuk kalojnë pa u vënë re nga sytë e ndjekësve. Së fundmi, Gjeneta Fetao është bërë pjesë e një diskutimi online pasi shumë përdorrues kanë vënë re stilin e saj të fundit, i cili është pothuajse identik me të influencerës shqiptare Sara Kolami. Deri tani asnjëra nuk ka reaguar, por mbetet pezull një pyetje: a është kjo thjesht frymëzim apo një kopjem i qëllimshëm?